A mund të lexojmë një libër dhe të vijemi në kontakt me trauma që nuk mendonim që i kishim, apo me memorje që mendonim që i kishim lënë pas? Po, është e mundur dhe është ajo që i ndodhi një klientes tonë, le ta quajmë Francesca, duke lexuar librin e Lea Ypit Të Lirë. Në këtë libër Lea flet për 97-ën. Dhe Franceskës ju kujtuan frikrat e asaj periudhe, frika se mos humte vitin shkollar, frika se mos i ndodhte gjë me qenë se ishte vajzë, sepse rrëmbenin vajzat dhe i çonin prostituta. Ju kujtua edhe kur ajo ja doli mban që të shkonte jashtë shtetit për universitet. Dhe gjithë vitin e parë, çdo zhurmë që ajo dëgjonte e tremte, sepse i kujtonte krismat e armëve. Francesca ishte e habitur sepse ajo mendonte që ajo periudhë nuk e ndikonte më në jetën e saj, që ato plag ishin të mbyllura tashmë, që ato memorje i kishte lënë pas. Sa nga ne mendojnë të njëjtën gjë? 97-a ngelet një dramë kolektive shqiptare që ka krijuar shumë trauma, plag dhe frikra të gjithë ne. Dhe shumë nga ne kanë nevojë që ta shërojnë.